Ambasadori amerikanë në Shkup nuk sqaron përse ju refuzua viza amerikane ministrit Fatmir Limani. Gjykata kushtetuese sqaron se gjykatësit kushtetues nuk mund t'i shkarkoj as kuvendi e as qeveria. LSDM akuzon FML DPMN se po e zgjeron rrjetin e tenderave në komunat që drejtohen prej saj. Ish-presidentit Hashim Thaçi i lejohet të vizitoj babain e sëmur në Kosovë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ligje të rreptat privatësisë, prandaj nuk mund të zbulon arsye se pse ministrit politikës sociale i është refuzuar viza. Kjo ka qenë përgjigjja ambasadores së SHBA-s në Shkup Angela Egeler në pyetjen e sotme nga gazetarët se pse ministrit Fatmir Limani ju pamundësua të udhtoj për në SHBA. Ajo tha se për këtë gazetarët duhet kërkojnë informacione nga vetë ministri, pasi atij janë shpalosur detajet nga ana e ambasadës. Pas reagimeve të shumta në opinion rreth refuzimit të vizës nga ana e SHBA-s për ministrin e politikës sociale Fatmir Limani, rreth kësaj çështje sot është prononcuar edhe ambasadori amerikan në Shkup Angela Egeler. E pyetur nga gazetarët për të dhënë detaje se pse i është refuzuar viza ministrit, Egeler tha se nuk mund të tregojë arsyet për shkak të ligjeve të rrepta të privatësisë, por theksoi se ministri mund të përgjigjet pasi ambasada për çdo vendim informon aplikantin për vizë. Kemi ligje të rrepta të privatësisë në Shtetet e Bashkuara, pra nuk mund të diskutoj asnjë problem me vizat të asnjë individi. Do t'ju drejtoj atij ministrit ta diskutoni se çfarë ka ndodhur, por thjesht do ju them se me çdo aplikant të vizës së SHBA-ve, procesi i shpjegohet individit dhe nëse ka diçka shtesë, edhe ajo shpjegohet. Ministri Fatmir Limani, që vjen nga radhët e koalicionit Vlen, më 11 mars duhet të mirëte pjesë dhe të mbante fjalim në një ngjarje të OKB-s në New York, por nuk ka udhëtuar për shkak se i është refuzuar viza. Informatën fillimisht e ka publikuar Fronti Evropian. Pas reagimeve të shumta nga partitë opozitare, Limani është prononcuar. Ai nuk ka shpalosur arsyet konkrete se pse i është refuzuar viza. Megjithatë, ka thënë se arsyeja e pengesës së lëvizjes së lirë është nga fakti që ka flijuar gjithçka për të riaktësuar liderin e BDI-s Ali Ahmetin në vendlindje me forma dhe mënyra të palejueshme nga ligjet ndërkombëtare. Deblokimi i procesit eurointegrues të vendit nuk është një proces që varet nga ne, por nga faktorë të tjerë. Kështu ka deklaruar sot kryeministri Krishtian Mickoski pas paralajmërimeve të euroambasadorit, i cili paralajmëroi përparinë në zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Krishtian Mickoski nuk ka komentuar paralajmërimet e euroambasadorit Mihalis Rokas, i cili tha dje se ka aktivitet intensiv diplomatik për zgjidhjen e çështjes me Bullgarinë dhe se liderët e Bashkimit Evropian do të vizitojnë Shkupin në periudhën e ardhshme dhe në 2-3 muajt e ardhshëm do të ketë përparim në këtë çështje, por Mickoski tha se deblokimi i mundshëm i procesit nuk varet prej Maqedonisë së Veriut, por prej disa faktorëve të tjerë. Ai shtoi se antarësimi në BE është qëllim strategjik i vendit, por procesi duhet të bazohet në merita. Qytetarët e Maqedonisë dhe shteti në tërësi presin një rrugë reale drejt BE-s, diçka që e kemi pritur për më shumë se 2 dekada dhe e cila do të bazohet në kriteret e Kopenhagës, në një sistem të bazuar në merita dhe as më shumë e as më pak se çfarë morën të gjitha ato shtete antare që u antarësuan dhe jo në zgjidhjen e kontesteve bilaterale. Ne nuk do duhet të lejojmë që ardhmja e Evropës të jetë e varur nga zgjidhje çështjeve bilaterale që nuk kanë të bëjnë me shekullin 21, por janë të lidhura me diçka që ka ndodhur në mesjetë. Në lidhje me reagimin e fundit të MPJ-s bullgare, të cilët akuzuan Mickoskin se promovon teza manipulative dhe të rreme, të cilat mund të konsiderohen si ndërhyrje reale në punët e brendshme të Bullgarisë, kryeministri tha se i vjen keq që ministri i ri i jashtëm bullgar harron që politikat e fqinjësisë së miri janë themeli një perspektive evropiane dhe se jemi partner në NATO. Ndërkohë nga ministria e jashtme e Maqedonisë kanë reaguar duke thënë se Bullgaria po përpiqet edhe një
njëherë që përgjegjësinë për mospërmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare ta bartë mbi vendin tonë. Zotohemi fuqishëm për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore ndërmjet dy vendeve dhe për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura përmes dialogut të barabartë, sjelljes së përgjithshme, respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët. Në këtë drejtim presim një qasje po aq konstruktive nga Republika e Bullgarisë, bazuar në respektimin e plotë të qëllimeve dhe parimeve të Kartës së OKB-s dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare, sepse kjo është në interes të qytetarëve tanë, në interes të dy vendeve dhe në mbështetje të forcimit të paqes rajonale, stabilitetit, sigurisë dhe perspektivës së përbashkët evropiane. Përplasjet erdhen pas deklaratës së djeshme të kryeministrit Mickoski, i cili kërkoi njohjen e aktvendimeve të Strasburgut për komunitetin maqedonas në Bullgari dhe njohjen e gjuhës, kulturës dhe veçantisë maqedonase. Kreu i qeverisë është pyetur sot nëse kanë të personave të denjë për zëvendësuar eventualisht antarë të Këshillit Gjyqësor, të cilët u miratuan votbesimi nga kuvendi. Mickoski theksoi se interpelancat janë bërë për shkak të principeve dhe për faktin se besimi qytetarëve në gjyqësor është vetëm 2%, ndërsa ambasadori amerikanë deklaroi se është e rëndësishme që procesi të jetë i qartë dhe transparent. Kryeministri Hristian Mickoski thotë se nuk kanë emra se kush mund të jetë në vendin e antarëve të Këshillit Gjyqësor për të cilët u dha votë mosbesimi para 2 ditëve në kuvend. Ai thekson se interpelancat janë bërë për shkaqe principielle dhe për faktin se besimi i qytetarëve në gjyqësor është vetëm 2%. Kryeministri shtoi se ata luftën e kanë me ata gjykatës dhe prokurorë që vazhdojnë të jenë, siç quajti ai, shërbëtor partijak dhe jo me shumicën ndërmuese të tyre, sepse të tjerët e bëjnë punën e tyre me ndershmëri. 95% e gjykatësve dhe prokurorëve janë njerëz të ndershëm që e bëjnë punën e tyre, që akuzojnë sipas ligjit dhe gjykojnë sipas ligjit, por fatkeqësisht ka dhe prej atyre që kanë mbetur shërbëtor partijak. Ata janë shërbëtorë të besueshëm të atyre të cilët në atë kohë i kanë propozuar për në ato vende, në të cilat janë zgjedhur. Posaçërisht do të doja të potencoj sjelljen e një prokurori, i cili para disa ditësh, në vend që të jetë mbrojtës i sundimit të ligjit dhe drejtësisë, zgjedhur të jetë shërbëtor i besueshëm të një partie e cila ka qenë gjatë në pushtet. Pasi që në kuvend u votuan interpelancat e antarëve të Këshillit Gjyqësor nga deputetët e shumicës parlamentare dhe të levicës opozitare, nga partia VMROS tani kërkojnë që antarët e Këshillit të japin dorëheqje sepse, siç thonë, ata nuk kanë më legjitimitet demokratik për të punuar dhe vendosur. Gjykatësit kushtetues nuk mund të shkarkohen në asnjë formë, as nga kuvendi, as nga qeveria. Këtë ka theksuar sot gjykata kushtetuese, e cila ka reaguar pas paralajmërimit të deputetit Frontit Evropian Ilir Hasani, i cili tha se së shpejti do të parashtrojnë interpelancë për punën e gjykatësve kushtetues. Gjykata kushtetuese paralajmëron politikanët se kushtetuta nuk parasheh asnjë mundësi për shkarkim të gjykatësve kushtetues, as nga pushteti ligjvënës dhe as nga ai ekzekutiv. Në të kundërtën, shtojnë se çdo procedurë apo veprim i ndërmarrë jashtë kësaj dispozite kushtetuese do të përbënte shkelje të rëndë të kushtetutës, shkelje të garancive kushtetuese për autonominë dhe pavarësinë e gjykatës kushtetuese. Përmes një reagimi publik nga gjykata kushtetuese thonë se kushtetuta nuk i lejon kuvendit që përmes vendimeve ligjore në çfarëdo lloj mënyre të ndikojë në kompetencat, mënyrën e zgjedhjes dhe të përfundimit të funksionit të gjykatësve kushtetues. Instituti Interpelanca e parapar në nenin 72 të kushtetutës, në asnjë mënyrë nuk ka të bëjë dhe nuk mund të vlejë me gjykatësit kushtetues. Në të kundërtën, humbet kuptimi i gjykatës kushtetuese dhe bëhet shkelje e rëndë e kushtetues, sepse në atë mënyrë bëhet e sulmdaj të ashtueqëtrit pushtetit të katërt, në autonominë dhe pavarësinë e gjykatës kushtetuese. Në seancën e votimit të interpelancave për antarët e Këshillit Gjyqësor, deputeti i Frontit Evropian Ilir Hasani, duke folur për ligjin për përdorimin e gjuhëve, tha se së shpejti do të parashtrojnë interpelancë për punën e gjykatësve kushtetues. LSDM po pretendon se përdite më shumë po zgjerot rjeti i tenderave të VMRO-DPMN-s. Sipas partisë opozitare, kompania Mastev Doel Shkup ka fituar tender në vlerë të mbi 4 milion eurove nga komunat ku udhëhiqen nga kuadrot VMRO-DPMN-s.
Rrjeti i tenderave të VMRO DPMNE-s po zgjerohet, kështu ka deklaruar zëdhënëse e LSDM-s Bogdan Kakuzecka, e cila tha se kompania Mastef Doel Shkup ka fituar tender në vlerë të mbi 4 milion euro nga komunat ku udhëhiqen nga kuadrat të VMRO DPMNE-s. E njëjta kompani në komunat e udhëhequra nga kryetarët e DPMNE-s dhe në institucione merr shuma milionëshe nga tenderet dhe më së shpeshti shfaqet si ofertuesi vetëm. Bëhet fjalë për një kompani tjetër të favorizuar nga qeveria, Mastef Doel Shkup. Përmes disa kompanive dhe institucioneve, kjo kompani në 3 vitet e fundit ka fituar tender mbi 4 milion euro. Kjo kompani, sipas Kuzeckës, është kompania më e preferuara e kryetarëve të komunave të Kisellavodës, Aerodromit dhe Negotinës. Në komunën e Kisellavodës, ku kryetar është Orse Gjorgjevski nga DPMNE, për periudhën 2022-2024, kjo kompani ka fituar tender në vlerë prej 1.7 milion eurosh nga komuna e Aerodromit, edhe në kohën kur kryetari ishte Timço Mucunski, po kjo kompani ka marrë tender, gjëgjësisht ka lidhur kontrata në vlerë prej gati 1 milion euro, në komunën e Negotinës, ku kryetar është Stojanov nga DPMNE, 400.000 euro. Sipas zëdhënëses së partisë opozitare, e njëjta kompani ka fituar tender edhe në Ministrinë e Sportit e rreth 1 milion euro, ndaj nga LSDM kërkojnë që Prokuroria Themelore Publike të reagojë më njëherë për këto raste. Kuzecka tha gjithashtu se duhet të ketë një përgjigje institucionale ndaj këtyre skandaleve të mëdha që përfshin rrjetet e tendereve. Kristian Mickoski ka deklaruar sot se nëse nuk do të ketë marrëveshje mes punëdhënësve dhe të punësuarve, paga minimale nga muaji prill do të jetë 24.400 denar. Në anën tjetër, ish-kryetari LSM-s Zhivko Mitrevski ka thënë se propozim modeli aktual i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë për rritjen e pagës minimale nuk është i përshtatshëm. Ndërkohë kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov i është përgjigjur ish-kryetarit Mitrevski duke thënë se të gjitha procedurat ligjore për shkarkimin e tij nga pozita e kryetarit të LSM-s janë përfunduar ligjërisht dhe shkarkimi i tij legjitim. Kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar se nëse nuk do të ketë marrëveshje në mes punëdhënësve dhe të punësuarve, paga minimale nga muaji prill do të jetë 24.400 denar. Ai thotë se lidhja e sindikatave ka ndryshuar qëndrimin e saj rreth pagës minimale. Propozimi që kam dëgjuar nga kryetari i LSM-s është i ndryshëm nga propozimi i para disa muajve kur kjo qeveri ishte e zgjedhur për qeverise. Ata nuk pritën asnjë javë, ndolën me propozim për 400 euro pagë minimale. Tani kur e panë se ligjërisht do të arrim tek paga minimale 400 euro, kërkojnë 500 euro. Në anën tjetër, ish-kryetari i lidhjes së sindikatave Zhivko Mitrevski ka thënë se propozim modeli aktual i lidhjes së sindikatave për rritjen e pagës minimale nuk është i përshtatshëm dhe i qëndrueshëm. Ai thotë se propozimi për pagën minimale prej 500 euro do të jetë i qëndrueshëm vetëm kur të gjithë partnerët social do të gjejnë një zgjidhje. Punëtorët humbin, prandaj mesazhi im ishte se Trendafilov po nxiste një luftë midis sindikatave. Një njeri vetëm nuk mund të bëjë luftë së bashku me të tjerët, nëse nuk shoqërohet nga të tjerë. Ai është i detyruar të zhvillojë bisedime, të zhvillojë negociata dhe të veprojë së bashku me sindikatet e tjera, që janë pjesë e federatave botërore dhe europiane. Nga partia në pushtet VMRO DPMNE vazhdojnë të akuzojnë kryetarin e LSDM-s Slobodan Trendafilov se punon për interesa partijake të LSDM-s. Trendafilov vazhdimisht ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se çështja e rritjes së pagës minimale është qëllimi i pastërt i të punësuarve. Lidhja e sindikatave kërkon rritje të pagës minimale në 500 euro dhe kontributet shtesë i paguaj qeveria, për të cilat kryeministri Mickoski disa herë ka deklaruar se buxheti nuk parasheh mjete për pagesën e tyre. Për 2 vjet, institucionet shtetërore blen ose morën me qira automjete të reja në vlerë prej 8.5 milion euro. Qendra për komunikime qytetare ka publikuar hulumtimin për prokurimin e automjeteve nga institucionet shtetërore, ku thuhet se automjeti më i shtrenjtë i bler 55.000 euro është i komunës Shutori Sales.
Qendra për komunikime qytetare ka publikuar hulumtimin për prokurimin e automjeteve nga institucionet shtetërore në vitet 2023 dhe 2024 në bazën e hapur të dhënave të kontratave për prokurimin publik të automjeteve. Hulumtimi zbulon se në vetëm 2 vjet institucionet shtetërore blen automjete të reja për 8.5 milion euro, disa të blera dhe disa të marra me qira. Mes tyre janë edhe 45 automjete të qeverisë, secila me vlerë 50.000 euro. Të marra me leasing për zyrtarët aktual, por edhe për ish kryeministra dhe president. Automjeti më i shtrenjtë i bler 55.000 euro është i komunës së Shuto Orizarit, ndërsa thuhet se komuna e Prilepit ka bler dhe më pas ka shkëputur kontratën në shkurt të këtij viti dhe automjeti nuk është marrë. Automjet ky në vlerë prej 63.000 euro. Vlera mesatare e të gjitha automjeteve të blera në 2 vitet e fundit është 31.760 euro. Bazuar në hulumtim, marka e preferuar e zyrtarëve është Shkoda, nga e cila blihet çdo i treti automjet. Numri më i madh i automjeteve është 82, të cilët janë bler nga Elektranat e Maqedonisë së Veriut. Në 70% të tenderave për prokurorimin e automjeteve ka pasur vetëm një ofertë. Analiza përfshin automjetet e blera gjatë viteve 2023 dhe 2024 dhe i referohet vetëm automjeteve të pasagjerëve, e jo mjeteve komerciale, do të thotë të mallrave, transportit dhe teknikës. Elvin Kurtović është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit Vasil Eftimov më 20 gusht vitit kaluar. Kurtović në gjykatë ka pranuar se gjatë kryerjes së veprës penale ka qenë në ndikim të drogës. Gjykata penale e Shkupit ka shqiptuar dënim me burg të përjetshëm për të akuzuarin Elvin Kurtović, i cili ashtu siç edhe e ka pranuar, e ka vrarë biznesmenin Vasil Eftimov më 20 gusht të vitit të kaluar. Ai në gjykatë ka pranuar se gjatë kryerjes së veprës penale ka qenë në ndikim të drogës. Ndërkaq, para se të shqiptoj dënimin, gjykatësja Monika Bakhçovanovska lexoi ekspertizën e psikiatrit të akuzuarit, i cili thoshte se ai është psiqikisht i shëndosh dhe me inteligjencë normale. Обвинетиот Елвин Куртовиќ од Скопје овој суд ве огласува виновен за сторено кривично дело, убиство по член 123 став 2 во врска со став 1.4 од Кривичниот законник, кој кривично дело го признавте на главната расправа одржана на ден 10.3.2025 година. Овој суд ве осудува на казна доживотен затвор, во кој се засметува и времето помината во притвор. Ndërkaq, gjykatësja bëri me dije se për të akuzuarin kjo nuk është vepra e vetme penale. Kurtović, që në moshën 16 vjeçare është dënuar për vjedhje, dhunë, aksidente trafiku, falsifikime dhe se ka pasur dënime edhe jashtë shtetit, që nga fillimi i adoleshencës, siç shtoi gjykatësja, ai ka pasur probleme me sjelljen antisociale, mospërfillje të theksuar të normave shoqërore dhe pamundësi për të mbajtur marrëdhënie të qëndrueshme, tolerancë të ulët dhe prirje ndaj dhunës. Vrasja e Vasil Eftimov ka ndodhur më 20 gusht 2024 në afërsi të qendrës tregtare Mavrovasja. Ministri i Çështjeve Europiane Orhan Murtezani sot ishte në koqiri i delegacionit diplomatik nga Turqia në kuadër takimit për shkëmbimin e përvojave në procesin e integrimit europian. Murtezani theksoi se bashkëpunimi i thelluar me Turqinë është i rëndësisë së madhe për Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në drejtim të përforcimit institucional, harmonizimit me standardet europiane dhe përmirësimit kapaciteteve për menaxhimin e fondeve europiane. Në takim në fakt ky takim pra ishte dëshmi për marrëdhëniet e mira dhe të qëndrueshme mes Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut, siç theksova edhe gjatë vizitës sime të fundit në Ankara. Partneriteti ynë është i rrënjosur thellë në histori, por njëkohësisht është i kahësuar drejt të ardhmes të ndërtuar mbi aspirata dhe qëllimet e përbashkëta, theksoi Murtezani. Vazhdojmë dhe me lajmet, ish prezidenti Hashim Thaçi ndodhet në Kosovë për vizitë tek babai i tij, i cili ndodhet i shtrirë në spital. Thaçi në shoqërinë e forcave të Uleksit u shoqëruar në spital, ndërsa u prit me thirrjet UÇK, ndërsa përshëndeti me dorë dhe qytetarët që ishin mbledhur për të. Për vizitën e Thaçit në Kosovë nga dhomat e specializuara në Hag, thanë se u lejua për arsye bindjes humanitare. Thaçit deri më tani ishin refuzuar disa kërkesa për ta vizituar baban e smur.
Prishtina është stacioni i parë në Ballkan në cilin është ndalur muzeu mobil, me cilin Turqia është palos rrëfimin e saj për luftën e Çanakkale's. Ka zbarkuar midis kryeqytetit mërkurën 45 ditë para se të shënohet 110 vjetoria e saj që njihet edhe si Beteja e Galipolit, midis forcave angleze dhe franceze dhe në anën tjetër ushtrisë osmane të ndihmuar nga Austro-Hungaria dhe Gjermania. Llogaritet se aty humbën jetën rreth 280.000 njerëz, në mesin e cilëve 25.000 shqiptarë. Fëmijët e sëmur në rripin e Gazës po luftojnë me jetën për shkak të vështirësive të shkaktuar nga blokada e vendosur nga Izraeli. Spitali Patient Friends në rripin e Gazës, ku Izraeli ka mbyllur pikat e tij kufitare dhe ka penguar hyrjen e ndihmave, po përjeton vështirësi në gjetjen e karburantit të nevojshëm për funksionimin e gjeneratorëve elektrik për shkak të blokadës. Ekipet e kujdesit shëndetësor po garojnë me kohën për të shpëtuar foshnjat e lindura para kohë që po luftojnë për të mbijetuar në një spital ku energjia elektrike është kufizuar. Ndërkohë, fëmijët palestinezë argëtohen gjatë muajit Ramazanit duke rrotulluar shkëndijezat. Fëmijët në qytetin jugor të rripit Gazës Khan Yunus u argëtuan me shkëndijezat, që është një nga argëtimet tradicionale të Ramazanit në vend. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes.